Komuna nuk po reflekton. Komuna na detyron neve kinë se ministria nuk I ka aloku parët. Forma e organizimit nesër do të ndron. Po merr karakter politik kjo protesta jonë, se s'ka zero është politik në këtë protest. Punën do ta vazhdojmë atëherë kur citën mjetet për 5 muaj. Autobusat nuk dalin në qarkullim pa u kry pagesa. Nuk ka mundësi, është alokune një shumë e vogël simbolike që nuk I plotson domthonë kërkesat tona dhe nuk kem mundësi mi kry obligimin ndaj furnitorëve tonë që me vazhdue me shërbim ndaj qytetarëve. Ministria I ka aloku ditën e premte, I ka aloku 3.2 milion. Pjesë e komunës, komuna I ka aloku për trafikun urban 680.000 euro. Nuk janë pjesë e asaj që mbulojmë shpenzimet e naftit që I kem bërsh 1 milion. I kem 800.000 euro borç punëtorëve për 2 rruga. 100.000 euro për na shkputet kontrata me për sigurimin shtetëror pse I kem mungesë borç 100.000 euro. Këto ju lutem janë 1.600.000 euro borç. Komuna nuk po reflekton. Komuna na detyron neve kinë se ministria nuk I ka aloku parët për mbarvajtjen e këtyre knej. Neve djeshim ministri, takum ministrin 1 orë 40 minuta me kryetarët e shoqatave private. Bashkë ishëm aty kontaktu me ta, ata u zotun se nëse komunas, asambleja komunale, bëhet edhe nxjerr një vendim për bartjen e të hyrave vetanake për vitin 2024, në momentin që nxjerr vendimin edhe ja përcjell ministrisë, në atë moment ministria është e gatshme mi aloku parët. Ky vendim deri tash nuk ka ndodhur. Në orën 11 sot do të ndërpresim protestën. Forma e organizimit nesër do të ndron. Po merr karakter politik kjo protesta jonë, se s'ka zero është politik në këtë protest. Kështu që në të ardhmen nga nesër do të marrim protestën këtu në mes Severisë dhe komunës. Edhe presim punën do ta vazhdojmë atëherë kur citën mjetet për 5 muaj. Tatimet I kem paguar shtetit, domethënë është përgjegjësia e shtetit. Tatimet I kem paguar me tarna personale tonat. Autobusat nuk dalin në qarkullim pa u kry pagesa. Nuk ka mundësi, është alokune një shumë e vogël simbolike që nuk I plotson domthonë kërkesat tona dhe nuk kem mundësi mi kry obligimin ndaj furnitorëve tonë që me vazhdue me shërbim ndaj qytetarëve. Ju kërkoj shumë ndjes qytetarëve dhe I falenderoj për durimin që I kanë